Zoti Rumullaj, se ju e keni ngritur me shqetësim, disa herë ju kam ndjekur çështjen e rrugëve. Po. Pra rrugët, lëna rrugëve, pra është çështja e bypassit të Elbasanit që ju e përmendët, ndërkohë që ju jepet prioritet segmenteve të tjera dhe jo këtij segmenti kyç, arterie kyç, rruga Durrës-Tiranë, aty është autostrada, e cila duket se po përfundon me ritmin aktual në 2040-ën, apo rruga paralele Ndroqi duke bllokuar gjithë arteriet kryesore për nga dilet prej Tiranës. Unë kam pas edhe fat që para një vit ose çik më shumë. Kam pas kontakte me projekte në këtë fushë, projekte europiane, edhe patjetër që mora shumë më tepër informacion edhe se sa mund të ndaj, edhe me publikun mund të kem ndarë 30-40% asaj që kam marrë vesh. Situata patjetër nga ekspertët e huaj tregoi si dramatike, ndoshta mund të jem nga ato të parët që mund ta kem dëgjuar në nivel jam munduar ta transmetoj këtë në publik. Koha më dha drejt sepse pavarësisht se në fillim mund të isha pak si disa thonë pse po pse shumë janë rrugët e tjera. Por me kalimin e kohës erdhi një situatë që edhe qelloi edhe me Spakun e tjerë, qelluan shumë incidente, shumë rrugë të cilat patën problematika, por situata prapë është flas situata në këto 7 vite të fundit ajo që unë kuptoj është mund ta quaj edhe e tmerrshme sepse ka raporti fundit, më fal ju në pres, raporti fundit nga Komisioni Evropian tregon që konvergjenca te infrastruktura është mbi 100 vite. Pra ishim ndërsa te digitalizimi ishte vetëm 8 vite. Vetëm për ta krahasuar domethënë. Po flas me ekspertë që kanë vite që kanë punuar në Shqipëri, flas ekspertë huaj që kanë qenë në sektor, pavarësisht ato janë të mbyllur në disa projekte që rastësisht unë isha pjesë e një projekti tyre, po ato kanë një eksperiencë mbi 10 vjeçare në të fushë dhe e shohin me shqetësim që Shqipëria po i përdor rrugët si një nga pra destinacionet e dhënies mundësie për të fituar para nga oligarkia. Rrugët nuk janë mundësi për oligarkët, siç po bëhet Shqipëri, jo vetëm për tendra, po flasim për tollat, për tarifat. Dhe sistemi rrugor është bllokuar i gjithë sipas me një lloj planifikimi të tillë, ndoshta edhe 20 vjeçar, që rrugë kryesore të mos ndërtohen, të torturohen njerëzit, makinat, turistët, gjithçfarë, dhe në një moment që tortura arrin maksimum, ti thua e dhash koncesion. Dhe jep koncesion dhe qytetarët janë aq të torturuar sa e pranojnë të paguajnë ato 2.5 euro për një rrugë të re dhe kjo që thoni është shumë e rrezikshme në disa faktorë. Jo vetëm që shton shumë barën e familjeve shqiptare, dhe duhet të thënë që shqiptarët marrin vetëm 1/4 të ardhurave të qytetarëve europian, ndërkohë që kanë 108% të shpenzimeve të ushqimeve, ndërkohë që kanë shpenzime shumë të mëdha, por edhe turizmin, e cila është flagship apo është jo vetëm ajo, po do të kemi parasysh që këtu turizm me rrugë pa rrugë nuk kemi taksat më të larta në rajon për rrugët, për karburantet, taksat më të larta në rajon, jo vetëm kjo, po taksat përdoren për shpenzime të tjera. Jo vetëm kjo, po ne paguajmë taksat e rrugëve të Maqedonisë, ne paguajmë taksat e rrugëve të Kosovës, ne paguajmë taksat e rrugëve të Malit të Zi, sepse shqiptarët blejnë karburant atje. Dhe duke blerë karburant atje, ne mund të themi ndoshta që karburanti që blejnë shqiptarët në Maqedoni mund të jetë 5% e karburantit gjithë Maqedonisë, po flasim për zonën e Korçës, po Gadezit.